por duke I votuar ata, që të re në fakt kanë vetëm moshën e drejtuesve të tyre, në rastin më të mirë, do të shonin parlament një njeri, 2 njerëz. Ja po t'jap 3 që të jem shumë bujar. Çfarë bëjmë me 3 veta? Çfarë do bëjmë? Ndërkohë që duke votuar Partia Socialiste, do të shoni 10 të reja dhe të rinj. Njerëz që janë për herë të parë në parlament. Dje kemi bërë të qartë vijën parimore të ndarjes detyrave në skuadrën kombëtare të 11 majit. Kush ka qoftë dhe një mandat do të jetë në fushën e betejës për të marrë vota për vete dhe për Partinë Socialiste. Burrat nuk diskutohet, por edhe për gratë dhe vajzat, përgjithsisht me ndonjë rast shumë të veçantë, do të vlej ky parim. Ndërkohë që në listën e mbyllur, një pjesë e madhe, do të jenë njerëz që hynë për herë të parë në parlament. Fresh, pa ngarkesa. Dhe që vinë natyrisht nga kontributet caktuara në shoqëri, në fushat ndryshme etj, nuk diskutohet. Ja, ky Samiu bën një koment për, me siguri, postimet e mia për thënjet nga libri I shenjtë I besimit musliman, Kurani. Kjo thënie ka të bëjë me ata që jetojnë thjesht me familjet e tyre, me punë të ndershme dhe halal, por jo me ata që kanë pozita të larta shtetërore në shtet, siç jeni ju, sepse ju paguani bukur mirë për publik dhe udhtoni gjithandej dhe prandaj dhe keni përgjegjësi ndaj çdo. Nuk e kuptova se çfarë duhet të thoshe, por po të them 2-3 gjëra shumë të thjeshta. Kush më njeh di shumë mirë që unë nuk punoj për të jetuar, unë jetoj për të punuar. Unë jetoj për të bërë gjëra, jo për të konsumuar gjëra. Kush më njeh di shumë mirë që qysh se jam bërë kryeministër, mund të kem dalë në restorante, nuk e di, në thuajse 12 vjet tani më, të them 30 herë, në total, do të them shumë, janë shumë. Dhe nga këto, 25 me siguri me familje.